Ka dalur një thënie, Zot më ruaj mend e kokës, pra ja atribuojnë krijuesit në një farë mënyrë mend e kokës, por çfarë duhet bërë në një farë mënyrë, me që janë minutat e fundit për të, si më thënë, për të investuar në këtë lloj teze ose në këtë lloj formule për t'i ruajtur mend e kokës. Shqo, ajo që na dallon nga bota shtazore është mendja, pas shpirtit. Është arsyeja dhe mendja. Dhe njeriu do t'i kushtoj shumë rëndësi ushqimit mendor. Shmodon, mendja është dhuntia më e madhe që ka dhënë Allahu i Madhërisht njeriu pas zemrës dhe pas shpirtit. Mirë, e përmend një mjeku sumu të suhu, agjeroni që t'jeni të shëndosh. Ka thënë i dërguari i Allahut para 14 shekuj, imagjino e salmu gjunne, agjerimi është mburoj. Që shpreha gjunne, e mja që është mbrojtje, shtrohet pyetja çfarë mburoje, çfarë mbrojtje. Mbrojtje nga rreziqet dhe nga armiku, çfarë armiqe dhe çfarë rreziqe. Shpyetja që njeriu nëse i analizon thënjet e pejgamberit alayhis salam para 14 shekujve, edhe është shkaktar që një i ushqimit, një shkencëtar i ushqimit i Amerikës, po më kujtohet emri tash për momentin, kur e ka marrë dhe ka zbërthy dhe ka studiu të mirë dhe dobit e agjerimit tek muslimanët, ka arë në përfundim dhe ka pranuar islamin. Arsye se ka vrejtë se në çuçi përmendin doktori që njeriu është një krijesë shumë komplekse, që fillimi i zanafillës tij ka qenë për një qelizë, një qita pjesë e milimetrit. Imagjino, qelizë bashkëdyzuese mes spermës, burrit dhe gruas. Dhe kjo qelizë aq është shumuar se është 100 trilion. Imagjino mjekut nëse i ndërhyjmë këtu jo i ndërhyjmë po, shmon në shkencën e tij, që vetëm truri i njeriu ka 15 miliard qeliza. Nëse një njeri tenton për të numëruar 15 miliard qeliza nervore, do të me lindur kohën e Isës alayhis salam. Edhe duke numëruar vazhdimisht, do të më jetuar edhe 3000 vite, 5000 vite vetëm me i numëruar 150 miliard qeliza nervore. Dhe shtrohet pyetja që realisht kur e ka vrejtë që në 10-shin e parë rigjenerohet qelizat e njeriu në 10-shin e parë për 10%. Në 10-shin e dytë të Ramazanit rigjenerohen qelizat në trupin e njeriu në mënyrë të mrekullueshme 66%, kurse në 10-shin e fundit rigjenerohen tërësia e tyre. Në përjashtim zemrës dhe trurit. Qelizat nuk rigjenerohen zemrës asnjëherë dhe ka urtësi dhe shtem veti, pse nuk në rigjenerohen, dhe qelizat nervore nuk rigjenerohen asnjëherë. Dhe këto është urtësia e Allahut të Madhërisht.